Unë quhem Ergjës, vi nga një fshat i Dibrës në Lur. Jam rritur në një familje me traditë muslimane. Familja ime edhe ishin të përkushtuar. Në moshën 3 vjeçare, në familjen time brenda një viti ndodhen 2 tragjedi. Xhaxhai im vdiq edhe më pas brenda viti vdiq edhe babai. Edhe më pas ne u shpërgulëm në Tiranë dhe gjendja ekonomike ishte e shkatruar, gjendja shpirtërore po ashtu. Gjyshi im vazhdoi të pinte. Unë vazhdova duke shkuar në shkolla arabe, vazhdova duke kërkuar përgjigjen sepse ndodhen të gjëra në familjen time, vazhdova duke kërkuar paqen, duke kërkuar se kush është Zoti. Mbasi erdha në Tiranë, vazhdova me shkollat arabe, vazhdova të përkushtoja fesë muslimane, por kur nuk e gjeta paqen. Në atë moment, në kohën e duhur, 2 misionare erdhen në shtëpinë time dhe ata më folën për Krishtin, edhe vazhdova duke dëgjuar për Krishtin, por ndërkohë që vazhdoja edhe me fenë muslimane duke praktikuar. Por erdhi momenti që unë do të zgjidhja se ku do të shkoja. Erdhi momenti që do të zgjidhja rrugën e duhur edhe zgjodha Krishtin, sepse Krishti thotë unë jam rruga, e vërteta dhe jetë. Jeta ime ka ndryshuar plotësisht, sepse para se ta njeh Krishtin, jeta ime ishte një katastrofë. Nuk isha gëzimin, nuk isha paqen, nuk isha një arsye për të jetuar dhe gjithmonë para se të njeh Krishtin kam kërkuar arsyen pse unë jetoj dhe për çfarë unë duhet jetoj. Pse në familjen time ndodhen kaq shumë gjëra dhe në Krishtin jeta ime ndryshoi. Unë e gjeta arsyen për të jetuar, i gjeta përgjigjen pyetjes time dhe gjeta Zotin, gjeta të paqe që mua më mungonte. Çdo kush ka pyetje dhe i bën vetes vetë që kush është Zoti, çdo kush mundohet të gjejë arsyen pse të jetoj, edhe unë them që mos e gjeni arsyen në gjërat e kësaj bote për të jetuar, por arsyen gjeni në Krishtin, edhe unë them që paqen vetëm Krishti mund të jap, atë gëzim jetën tënde vetëm Krishti mund ta jap dhe nuk mund të ta jap asgjë tjetër në këtë botë, përveç se dashurisë së Krishtit.